Nuk e kom ditë asë që mojnë më kam personat brenda, asë nuk më ka nejti po shofër që më tregu që në këtë domë është babi, që ke hi me pa. Kom vazhdu, kom hi se cilat doma me renë. Kom po shumë raste të rana. Shumë raste të rana. Domën e fundit ka qenë babi. Do me thonë, muj me thonë që nashti 10 dhoma i kom kalu, tu e ly babin me sy ku po muj me pa. Domën e fundit ka qenë babi. Njëherë, jam frigu shumë u afru. Jam frigu, kështu isha shumë e lumtur që e pash babin, e pash në gjendje që nuk ka pas kur gjam ftyrë, as një shej. E ndërko tu afru ka dal, veç e këqërë, njëherë. Jam afru edhe ja kom kap durt. Ja kom kap durt edhe të në kënë kom vazhdu me i fol, bab, quna, ketin atu të prit jashtë, tu i tregu babi që ka nërë plot njerës, ketin jam të prit e te na, e dina sa i fort jete, nuk dërzohësh, kjo nuk ka qenë kur gjo, babi sa ka kalu, kjo nuk ka qenë kur gjo. Edhe për një sekund, ba ka shtrëngu pak dorën, edhe në atë moment e ku marrë si aprovem që babi për më dëgjon mu qka për i thamë. Edhe nuk ka më dërzu, ka me uzgju, mas një kohë. Atë natë, kur kom dalë unë prej atyjet, kom dalë shumë e lumëtër, kam pashin ata persona që ishin aty, mu do ke viti, si mos me qenë mirë. Kitë më këshërshin shka ka kjo që po kesh. Dërdijen të ande, si kur e kështë e marrë një sinjal pozitiv. E kom marrë që nuk kam u dërzu babi ka që lejtë. Kom vazhdu, kemi nejtë, mu i me thonë dhej një atë natës, në 2 natës, para spitalet, rishmi katë aty. Deri sa mutra, shkan shpe, e kom marrë mamin, kemi arë në shpe, thash ma më pusha pak, se 6 dit ishim ba, që na as nuk patëm flajt, as nuk patëm hangër, as kur gjo. Në momentin e gjonë, kom shku në shpe, kom ra pak me pushu. Më duke që as 15 minuta nuk kom flajt. Po vjen nusja e vllaut në domë, edhe pa talon alarmin në 7 që mu zgju, me unis direkte për Prishtinë. Po vjen nusja e vllaut në domë, edhe po më thirrë Elir që hajde se është ba vonë, për mu unis për Prishtinë. Edhe une, mu i me thonë që s'këm qenë flajt. Jom zgju shpejt, e kom pa migjën në domë, momentin që e kom pa migjën, ma ka ndje zemra që diçka ka ndodhë. Në atë moment më ka përqafua migja, edhe më ka shpringu shlime. Kur kom zbrit poshtë, ora ka qenë 4:35 në mëngjes. Asë njerë nuk e arroj. Qenë shumë e pështirë. Po, hatri mamit, jemi mundu krejt me qenë të forta. Gjithë ke histori, gjithë këj përjetim i vështirë për ty, për cilin prej mentorëve të familjes, ti the që jemi mundu me u batë fort edhe për hirtë nanës, edhe që mos me mërzit atë më shumë. Gjithë këtë të fort se ke mbledh edhe për me fillu me shkrujt për yllin tëndë. Po e them kështu sepse ti ke librin që përmba në duar, pasa kohë nise, pasa kohë, ose kur të erdhe në mendje që me i dediku yllit tënë një liber? Nuk e komendu as njëherë me shkru liber. Po, kom shkru për babin, sa herë kom desht me shprej atë njenjën, atë mallin që e kom pas për babin, kom shkru të në kohën. Nuk kom ujtë me full me mamin, të urujt me mamin, mos ta mërzis mamin, se mamin e kom mërzin e vetë. Nuk kom ujtë me full me motra, nuk kom ujtë me full me vllaun. Edhe, të në kohën kom shkru. Në momentin që kom hi e kom pas sa shumë kom shkru, më ka shku automatikisht mendja që pse nuk be baj këtë sem për babin. Edhe kom fillu të i lidh pjesë. Njëherë pa ta shkru për ditëlindjet babet, që shone sa shumë e kom ndje mungesën. Kom shkru për ditëlindjet tem, që ka qenë ditëlindja jam e parë që nuk e kom marrë urimin e babet. Edhe i formova krejt pjesë. Në shpe, kërkosh nuk e ka ditë. Ajo? Jo. Dhe në momentin e fundit, unë thonë, unë jam të desh me baget sa për babin. Ja, po isha gajle mamit, se
u konë rast Tiran. Momentin që të isha që mami, ka me bo këtë send, mami ka më mërzit në është ma shumë, se pe këthej shumë pas. Por besoj që kjo ka qenë një moment krenarie, do mos promovimi i ti librit. Nuk du të ndalem fort në detaje, se sa vështirë mund ta kesh pa, se sa herë ke lëmë për gjysmë një shkrim me një këthi sërish, se nuk du me të rëndu ma tipër, nuk du me të pa me latë, se e di që as babis do tënte me të pa kështu, po promovimi, komentet e bukura, komentet e krenarisë, unë jam shumë bindur që e shumë, po shumë krenar. Edhe unë jam shumë e bindur, promovimin e librit e kom ba për ditëlindjet babit, ade që babi i kam bush 61 vjetë, edhe nuk ka qenë ofër nesh, edhe kom deshë për ditëlindjet babit, si dhurat për babin me bo këta. Njerëz ka shumë që më kanë shkru, kanë uru për liber, më kanë shkru që edhe më kanë thonë që si me pas shkru na këtë liber, një që e moj men që më ka prek, është që një vajzë më ka shkru, ka thonë, krejt që ka unë i kom mbajt brenda vetës për 20 vjetë, ti i ke thonë brenda një libre. E kanë gjetë vetëm për shumë njerës, e ndojnë dhimbjen e njëjtë. Jam nga fundi, po du të pys pak edhe për titullin. Pse kjo titull? Qare opcione tjera kishen mendja? As një opcion tjetër, jo. Momentin që unë, të në kohën kur unë e kom pas nevoj me full me babin, më duket që njëll, veç për mu ka ndryqo. Të në kohën, natën, unë e më konë jashtë, kom full me atyll, që ka kom pas në zemër që kom desh me a thonë babit. Edhe për një moment, ka qenë që ylle nalt është jame, edhe ka mu kom pjesë e libret. Shumë e bukur, shumë e fuqishme, shumë kuptim plot edhe për ty, besoj. Dhe tjetë diçka që do të ambash gjithmonë si gjën, ose krijimin tënë më të bukur, jo me bindun për këta, po qka do doje me i thonë familjes tënde, se unë e di që po na shohim, besoj, mund t'jene edhe për lot, derisa të kem po aty, se bimbja vazhdon me qenë prezente, po ju bizë gjitha duheni me qenë të bashkum, të fort, edhe të jeni shumë, po shumë herë më të mirë se kjo është ajo që edhe ai do donte, apo? Cili është mesazhi yt për familjen tënde dhe për të gjitha vajzat edhe djemt që humben të afërmit e tyre. Qa duhet me ditë, qa duhet me pas parasysh? Familjes në unë i kisha thonë që mu kanë me pas gjithmonë afër, pa marrë parasysh, ajo kjo është e detne, edhe ju kisha thonë që një person nuk largohet asnjëherë. Ai gjithmonë ka me nejtë në zemrën tonë. Si për mu që babi ka me qenë çdo faqe të këtij libre. Sa herë unë ta marr me lexu këtë libër, e di që babin ka me pas afër. Se ti je një vajzë e re, një vajzë e dashuruar, që besoj ajo ta shton shumë lumturinë dhe mbështetjen që të duhet për çdo tet, apo? Faleminderit shumë që erdhe Liret sot, nesën e krejt emocioneve. Shumë knaqësi që të pata. Faleminderit shumë. Okej, rrëfim i fuqishëm, me plot emocion, por uroj të ketë qenë një mesazh i bukur për Liretës, por të gjithë ata që e kanë gjetë vetën në histori të njëjtë, të ngjashme.